Zoti Boçi, mirë se erdhët nga protesta në studion e Trialog, faleminderit që ndodheni këtu sonte. Çfarë ishte veçantia e kësaj proteste? Se ne në fakt po flisnim për formulet që elaboroshen dhe për atë çfarë mund ndodhi me datën 20. Sonte çfarë ishte ndryshe përveç përplasjes që ishte e përsëritur? Veçantia protestës, spari nuk më pëlqen qasja që i bëhet protestës. Sepse duket sikur parashtrohet një kuriozitet. Ka ndodhur një protestë dhe ne duhet zbulojmë kush ishte e bukura, e veçanta ose e përhershmja. Në fakt, ju nuk e keni ndjekur nisjen e Trialogu dhe ne thamë që duket sikur opozita po përsërit vetveten. Lutem mos më ndërprisje. Tani ato na ndërpresin ne se kanë uniformën. Këtu jemi civil, edhe ma jep të drejtën që ta çoj. E keni të drejtën se ju kemi ftuar deri në fund. Nuk kam paragjykim për ju, për atë çka thatë ju. Unë jam person që i ndjek mediat dhe shoh edhe mënyrat e parashtrimit dhe thash si konkludim, jo këtu në Trialog, jo vetëm, por në gjitha studiot. Ndërkohë që qasja dhe diskutimi për protestën, ky është mendimi im, duhet jetë krejt ndryshe. Prandaj refuzoj të them kush është e veçanta e saj se. Unë jam njeriu që zbulokëm kuriozitetin për spektatorin. Ne kemi ndjekur protestën transmetim drejt për drejt, zoti Boçi. Edhe një herë se do ta përsëris. Çfarë bën diferencën mbrëmje e sotme protestës? Nuk do ta përsëris më fjalën. Nuk do merremi me interpretime, le të flasim për protestën. Dhe një herë, nuk do ta përsëris jo për mungesë etike, por më lër të drejtën që të parashtroj mendimin tim.